Mesditën e kësaj të premteje në Pogradec, politika e Maj dhe Djath kanë uruar besimtarët musliman për festën e Kurban Bajramit. Pjesë e urimeve kanë qenë edhe klerik të krishterë, të cilët kanë treguar përmes urimeve të tyre tharmin se bashkëtesa fetare është e suksesshme tek ne. Në xhamin e Bubekër, ata janë pritur nga myftiu Namik Mahmutlari dhe përfaqësues të tjerë të këtij institucioni fetar. Uroj gjithë qytetarët e Pogradecit, por dhe me gjithë Shqipërisë, që kjo festë t'i gjejë gëzuar dhe ashtu si kundër feja islame sjell paqen dhe flet për paqen, ashtu dhe e gjithë Shqipëria të ketë një paqe dhe mbar bota po ashtu një paqe bashkë me këtë festë. Faleminderit dhe gëzuar. Të nderuar qytetarë, me rastin e Kurban Bajramit, ju përcjell urimet më të përzemërta për paqe, mirësi dhe harmoni në familjet tuaja. Kjo festë na kujton vlerën e solidaritetit, sakrificës dhe përkujdesjes për njëri tjetrit. Le të mbizotëroj mirëkuptimi dhe dashuria midis nesh. Gëzuar Kurban Bajrami. Doja që në këtë ditë të shenjtë të uroj gjithë besimtarët musliman të Bashkisë Pogradecit por dhe Migjell, gëzuar për shumë vjetë festën e Kurban Bajramit me sa më shumë shëndet, harmoni, mirësi dhe begati në familjet tuaja. Me zemrat e pastra dhe me shpirtin e mbushur me dëshirën për falje dhe për mëshirë, e qoftë një ditë e bekuar për të gjithë. Në këtë ditë të shenjtë të gjithë besimtarëve muslimanë të gjithë botën, uroj të gjithë muslimanët dhe të gjithë bashkëqytetarët e Shqipërisë, veçanërisht bashkëqytetarët e Pogradecit, gëzuar Kurban Bajramin, gëzuar të gjithë familjarisht dhe Zoti i begatoft në familjet e tyre dhe në të gjithë jetën e tyre. Gëzuar. Në emër të komunitetit ortodoks, urojmë gjithë komunitetin musliman, gëzuar ditën e Kurban Bajramit, paqe, harmoni në familjet e tyre dhe bekimet e Zotit të keni të gjithë. Gëzuar nga komuniteti ortodoks. Gëzuar.